drejt për drejt, për mënyrë indirekte në situatat social, ekonomike, politike edhe të ne. Si duke gjithçka që po ndodh? Shumë luftra, unë do ta shikoj vetëm nga aspekti ndërhyrje për ndryshuar regjimi, pra Amerika e tha, me qetëseku pak zoti Peka, kemi Amerikën që ndërhyrën në Venezuelë, e merë, e rëmben, e arreston, i vendosim cilën do folje është e duhur, a kemi Amerikën sërish që ndërhyrën në një tjetër vend, që është Irani për ndryshuar regjimin, ç'po ndodh me këtë gjeopolitike? Nga këndvështrimi shqiptar, gjitha këto janë gjëra që nuk na interesojnë. Ne kemi marrëdhënie partneriteti me Shtetet e Bashkuara, marrëdhënie partneriteti me Bashkimin Evropian, kështu që ne jemi kushtet e mospasjes një opinioni të pavarur në raport me çfarë ndodh në arenën gjeopolitike. Problemi është çfarë do të ndodhë nëse lufta do të zgjasë. Dhe kjo do të ishte shqetësimi i drejtuesve të shtetit tanë sot. Jo thotë kryeministri, vënë që dali dhe të bëj fjalime apo postime nëpër Twitter, nëpër Facebook, do të mbledhë Këshillin e Sigurisë Kombëtare, do të fillojë të kalkulojë kush janë rezervat e naftës që janë sot aktualisht në Shqipëri, do të marrë dhe të shikojë çfarë masash do të marrë nëse lufta do të zgjasë dhe çmimi i naftës do të rritet. Qa facilitetesh do t'i japë importuesve të naftës që këta mos të rrisin artificialisht çmimin e naftës në Shqipëri, do të flasim për gjëra që kanë lidhje me mënyrën e funksionimit shtetit shqiptar. Unë gjaj dini që ne kemi këtu. Unë gjaj dini që kemi këtu pjesën e iranianëve që kemi këtu. Po e shikoj thjeshtësisht nga ana ekonomike. Ne na duhet që në raport me qytetarët shqiptar shteti vazhdojë të funksionojë njësoj. Jo, ndaj njësa, sociale, ekonomike, politike. Kena është gjitha ekonomike. Ne jemi jashtë sferës së luftës dhe sferës së influencave gjeopolitike. Do mund të bash një qëndrim, që do mbash në raport me atë qëndrimi i partnerëve tu strategjik. Si do të vendosë Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, ai është qëndrimi që do mbash në raport me gjeopolitikën ndërkombëtare. Ajo që ty të intereson është marrësh masat në rast të një konflikti të zgjatur, sepse nëse ky konflikt i zgjat dhe fillon të hënën bursa, çmimi i naftës do të shkojë në stratosferë. Dhe ti duhet kujdesesh që në vendin tënd, kjo është detyrë e kryeministit tonë dashur, që duhet qohet, nuk duhet qohet, duhet ishte zgjuar sot darkë dhe ta bënte këtë gjën. Ne nuk dim se çfarë. A i kemi ato rezerva strategjike që duhet kemi? Duke punuar, dhe duke shqyrtuar apo analizuar dhe çështje gjeopolitike. Dyshoj thellësisht. Po besoj sot njerë vëmendjen e ka në media po të kishte protestë. Je zgjuar është për hallet e vet ajo. Nuk kemi atë lloj kryeministri. Kemi të sinqertë në vetën e kjo pjesa. Nëse presim që kryeministri do rregullojë jetën e qytetarëve shqiptarë, kishte 13 vjet kohë për ta bërë dhe nuk ja bërë. Edhe nga lufta Rusi-Ukrainë në ekonomi, edhe nafte dhe në shportën ushqimore. Problemi që ne nuk do të gjendemi çdo herë të paprigatitur, që do të thotë, kemi ca ligje ne që detyrojnë kompanitë e naftës me rezerva strategjike nafte. Po. Kemi ligj për këtë gjë. Dhe rezerva strategjike nafte janë çështje e sigurisë kombëtare. Tash duke pas parasysh se si sillet kryeministri jonë me sigurinë kombëtare, dyshoj që do bëjë ndonjë ndryshim në sjelljen në rastin konkret. Kështu që me që është rasti, mund t'ja sjellim ndërmend që duhet merret me këtë gjë sot, sepse ditën e hënë, kur të hapen bursat, kjo luftë një ndikim do ta ketë, dhe çmimi i naftës ty do të rritet. Edhe në Shqipëri thua vërtet do ta ketë impaktin e menjëhershëm, sepse zakonisht duhet të zgjas disa ditë që të ndryshojë çmimi, me sa di unë. Ne jemi shumë të ndjeshëm ndaj çmimit të bursës. Kur rritet bursa. Nuk jam ekspert ekonomie, por me aq sa di unë. Jam praktik. Pretendoj që nuk duhet rritur. Ajo që vjen në Shqipëri është në momentin që rritet çmimi i naftës në botë, ky të rritet automatikisht në Shqipëri. Por nuk ulet kur ulet në botë. Po sepse ne jemi gjithmonë